Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahun xhalla wala falendrojmë, vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i familjen e tij, shokët dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndërruar vëllezër, po vazhdojmë sot me lenin Allah të mënduar me transmetimet, me udhëzimet e radhës që Imam Buhariu rahimullah ka përmbledhur në librin e tij El-Adab al-Mufrad. Kemi thënë se ky libër ka përmbledhur në vetën e tij rregulla të shumta që e udhëzojnë besimtarin si me u gjin dhe si me u sjell situata të ndryshme. Veçanërisht në raport me njerëzit, nga se Islami ka ardhur me rregullu raportet me Allahun xhallahu ala, po edhe raportet me njerëzit. Nga se njeriu nuk mund të jetë i vetmuar, jeton në kolektivitet. E përse jetojmë së bashku, duhet që të respektohen rregullat e saktuara ndërmjet vete që jeta të jetë e këndshme, e mirë dhe njerëz të bashkëpunojnë mes vete. Në një tjetër, kjo dunja të ndërrullazër nuk është vetëm me anë të këndshme, me lehtësime, i ka dhe problemet, i ka sfidat e veta, i ka problemet e veta. Andaj njeriu ballafaqohet në situata ndryshme edhe me vështirësi, me gjëra të pakëndshme. Veçanërisht kur kihet parasysh se Allahu xhallahu ala na ka treguar, na ka rrëfyer në detaje për një armik i cili nuk pushon asnjëherë së përpjekuri që na dëmton. Shejtani është armiku i përbetuar njeriut dhe ai e konsideron njeriun fajtor për krejt që i ka ndodhur, është përjashtuar nga rahmeti Allahu xhalla xhelaluhu, është mallku, e ka të ndaluar përjetësisht mëshirën dhe shpërblimin dhe xhenetin e Allahut azza wa xal. Andaj tenton në mënyra të ndryshme që njeriu të më i bëndon. Edhe në raport me këtë armik kemi udhëzime fetare se si duhet mos sill, si duhet mu gjind. Mas pari, Islami na mëson se shejtani është armik. Kjo rregull i pandryshueshëm, domethënë nuk bëhet mik kurr. Asnjëherë mik nuk bëhet. Përpjekja e tij e vazhdueshme është me e deviju njeriu. Kjo rregull i dytë. Shejtani nuk ja kërkon njeriu pasurinë, as nuk ja kërkon hisën, se nuk i duhet. Por tenton që përmes keqja ka njeriu me dëmtu njeriu në aspektin e besimit të tij. Tenton me e shkput për Allahu xhallahu ala, me ndërtu mendime të këqija për Allahun xhallahu xhelaluhu, me e dëshpëruar jetën e kësaj bote që njeriu me kon i lodhur, i raskapitur dhe i zhgënjur. Për gjitha këto na ka folur Allahu xhallahu ala në Kur'an, edhe na ka udhëzuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam si duhet të muxhint. Andaj ai është armik i përbetuar, rregulli i parë. Rregulli i dytë është se ai synon me deviju, ai synon me largu nga rruga Allahu xhallahu ala dhe me fut përçarje në mes të njerëzve. Ai tenton që me i shtin njerëz në luftë, me pas para ati, me pas gjakderdhje, gjitha këto janë përpjekje të shejtanit me e dëmtu njeriu. Në një tjetër të ndërvozër, na nuk e shohim atë, ndërsa ai na sheh neve. Këtë përparësi e ka Allahu te barekotar. Mirë, po kjo përparësi nuk është në favorin e tij. Në fakti që ai na sheh neve, nuk e bën më të fortë ndaj neve. Për shkak se Allahu te barekotar na ka jap udhëzime që nëse i përmbahemi këtyre udhëzimeve, bëhemi të fortë. Dhe çdo kurth i shejtanit bëhet i dopt. Sikur se Allahu thotë në Kur'an, inna kayda ash-shaytani kana dha'ifa. Çdo përpjekje dhe kurth i shejtanit është i dobët. Kur është i dobët? Kur na kapemi për të fuqishëm, për Allahun xhallahu ala. Ndërsa nëse simi të kapë për Allahun xhallahu ala, po dyshim ai është i fortë. Armiku bëhet i fortë. Sikur për shembull të ndërgozër me kon në një luftë, në kon betejë. Edhe ti me hek dorë nga armët e tua. I ki armët, hek dorë. Armiku bëhet i fortë ai dopt. I fortë. Sa i ka me çka me gjujt e ti s'ki me çka, i kelon armët. Mirë, po momentin kur ti e ka armën, ai bëhet i dopt. Çështja është puna me shejtanin. Nëse e lujm armën, ai bëhet i fortë. O më derisa e kena armën dorë, ai është i dobët. Nuk ka çka më na bë me lejen e Allahut më nuk. Arma jonë është besimi në Allahun xhallahu xhelalu. Arma jonë është me ndjek udhëzimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E përpjekjet e shejtanit të ndërgozë janë ndryshme, të lloj-llojshme. Mirë po,
të gjitha ato janë të përmbledhura vetëm në një mënyrë. Si ka pa Allah mundësi të shumta. Nuk ka mundësi njeriu me e pengu, me e ndalu, me e dëmtu në forma çfarë ai don. Allahu ja ka kufizuar një shteg, edhe këtë e ka bërë normalisht për urtësi të shumta, këtë e ka bërë Allahu xhallahu ala që njeriu mu lidh me Allahun xhallahu xhelalu. Dhe ky shteg që Allah ja ka qelë shejtanit me i jetësu kurthet e tij edhe planin e tij edhe armiqsinë e tij është tash veç një shteg. Ai shteg e ka në vezvese. Në ajtë në vetëm përmes vezveseve. Çka janë vezveset? Vezveset ndonëse janë përpjekje djallëzore, përpjekje të shejtanit që me mbill një mendim të keq të njëri që përmes atij mendimi me e dirigju njeriu. Domthon shejtani s'ka asnjë ndikim të njëri, nuk ka. Shejtani nuk ka asnjë, domthon pushtet mbi njëri, nuk ka. Mirë po ai tenton me vendos këtë pushtet. Ai tenton me vendos këtë, domthon e përsi tek njeriu që përmes këtij pushteti tani me udhëheq njërin. E me çka tenton me bëu këtë pushtet? Çysh ka mundsi? Veç me vezvese. Domthon i përshpërit në formë ndryshme edhe mbjellë të ai vezvese. Këto vezvese janë të ndryshme të ndërrozë, të shumta, të panumërta. Don ditë për ditë shejtani në mënyrë të ndonjëherë me i bë vezvese të kokat e zemrës së tij, që nëse njëri e merr këtë vezvese, realisht është kap, sikurse peshku në ujë. Peshkatari e hudh, domethënë karemin e hudh ato që të më kap peshkun, peshku është i lirë. Derisa nuk kapët. Kur të kapët tani peshkatari nxirr atë. Po nëse peshku nuk kapët, a ka mundësi me kap peshkatari? S'ka mundësi. Se peshku është i lirë, i lëviz nëpër detin, nëpër smuhet. Ama nëse lakmon në ushqimin që i ka vendosur peshkatari, edhe kapët, atëherë diçka tjetër. Ama është kap vetë domthon. Nëse nuk kapët, ç'është është njëri? Shejtani e hudh shtagun e tij, e hudh kurthin e tij, kush kapët, tani shejtani fatkeqësisht luan me ta. E çysh duhet mos mu kap në këtë kurth të tij, çysh duhet me reaguar ndaj vezveseve të tij, është një kaptin që Imam Buhariu e ka ndarë në këtë libër, nga se është çështje shumë e rëndësishme, edhe u sill njerëzve probleme të mëdha. Allahu të nderua vëllezër në Kur'an, domethënë na ka folur për të vezvese. Ka si në realitet ndodhin këtu. Edhe na ka mësuar që në baza ditore të kërkojmë mbrojtjen e Allahut që të na ruan, na mbron nga sherrri i shejtanit. Na kur lexojmë Kur'an, kur fillojmë me një namaz, themi a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut që të më ruan e mbrojnë nga sherrri i djallit mallkuar, shejtanit mallkuar, shejtanit dëbuar, rajim, i dëbuar nga mëshira e Allahut azza wa jall. Pastaj kemi një sure në Kur'an që direkt ka të bëjë me këtë problematikë. Kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut, i cili është Zoti i njerëzve. Është ai që i ka të gjithë në pushtetin e tij. Është ai i vetmi ilahi nas që meriton të adhurohet. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut, nga çka më mbrojt? Min sharril waswasil khannas. Nga sherrri i vezveseve të ligut, khannas i lig, edhe i dopt. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Ai i cili ka ardhur kjo yuwaswisu në kohën e tashme, që nuk kupton vazhdimsinë e veprimit. Yuwaswisu vazhdimisht, nuk ndalet me bë vezvese. Prandaj, të ndërruar vëllezër, kjo nuk është imagjinat, nuk është iluzion, as nuk është friksim, mutu dikush që më duhet, kjo është realitet. Dhe dikush mund të më thonë, e qysh pra na musliman jena, besojmë në Allahun xhallahu ala, e shejtojmë na bëj vezvese. Të ndërruar vëllezër, i ka thonë Ibn Abbasit radhiyallahu ta'ala anhu, Ibn Abbasi nga dietarët e sahabëve, nga të afërmit e Muhamedit alayhi salatu wasallam, i kanë thonë se njëri për njerëzve ka diskutuar me dikon për jehudive. I ka thonë, një pa në kohëni që ju bën shejtani vezvese, ju prek, na s'kem këtë vezvese, na e rahat. Ka thonë mi ka thonë që ne na më të mirë se ju. E ka shkuar, ka thonë shejtanit, ka shkuar tani këtë problem me shejtanin, ja ka përcjell Ibn Abbasit.
I ka thonë, qështu më thaj, na s'kena problem, veç ju kena të rashën, na për të tema s'lasëm. Në Emirat, e ka thonë Ibn Abasi, e qka lypë shejtani në shpit prishën, hajni një shpit rëzu ma hinë dhe njëpën. S'ka që lypë atë. Ma ku hinë hajni? Ku edhin që ka ari, ka pare, ka pasoni. Andaj besimtari është i pasën besim e ti, që ata shejtani dënë që ata me marë. Ama ku s'ka besim të pastër, ose për dikush me hanë Allah në gjellë vala aty. Ati mund të bëni vezvese, kundër Allahut vetë me shtimë luftu e më vra, kështë më ra, po për besim e ka kryja e. Andaj, besimtari është i pasur, për dhe shejtani dënë këtë pasurim ja marë. Nëse pasuria me madhe është, besimin Allah në të bareke vë ta'ala. Edhe ajetet shumë ta që flasin, peja Ademit a.s. kur ka bo vezvese, e që e ka nëzirë për gjenit të tëri, ditë në gjykimit, vazhdan pandër prej operacioni i shejtanit kundër njeriut. Në sigur që cika të ndërë vëzër, ajë vjen në formë ndryshme. Djetarë kanë shku libra për këtë qështje, edhe njëtë në përdishme shpesh herë në aboma kia që njerëz më anku. Vezvesen, besim, vezvese, do më thonë, qytje të këtila, që fali për mena, tendencat shejtanit me mbil një mendim të keq, me mbil një dyshim, një hamendje në zemrat njerit, për shembull në abdes, e lanë dorën 5 herë, zi e lava 1 herë, a 2 herë. Ja Allah, vezvesa kjo, ka njerë që kanë vezën banjë, hinë banjë, rrinë ka gjysore, nuk dine o pastrua, su pastrua. Pastaj namaz, mërë të këbir, a thash Allah akbar, nuk estash, hajtë edhe njere, në vezvese. Bjen namaz, thot, njëri falër rikot në 3, qohet në rikot 4, si mas miri, thot, në 2 të një, jo në 4 të një, veç me të apëshin namazin. A dhe vjen forma ndryshme, qa që ka shumë kësi vezvese të në vëzën që nuk mund me i përmena. A dhe së është mirë me i përmena bile, më i përmena një disa shembuj, për me dregu se në qëfar, dhe më honë, nivelli arrin, dhe më honë, përpjekja ati për me në shkaktu probleme, për me në shkaktu të lashe me Allahun të barë këtare. E fatë këtësisht, nga këto vezvese, pastaj njëri mund më lodhë, nësë nuk din, më silë. Ka njerë që për shkak të vezvese më hanë krejtët, s'pa me duru mu. E len namazin. Aj namaz që është realisht sebepi me mbrojt për shejtanit, aj largohet. Që kjo sigur saj, ka njerë që për shamun ankorë, dhët, shumë këm pas mërzi, shumë këm pas vezvese, edhe njerë që më ka falë. Po ti bashkë të është më falë, Allah. Ti hejmë betejme te, që që kellon pushkën bashkë më vak lufte. Që kellon armën. Me qka i dele ti për para? Me gjaks, s'mon është me gjak në për to, se shebile, as luftuat shejtani me dure me kom. A i luftuat me besim, a i lutë në përmen të Allah të zhjel. Dhe nëse Allah në përmen, a i të kurët, a i ikë, a i mposhtët, a i zvëglot. Nëse Allah u gjellë uala e mposhtë. Ama Allah nëse përmen, Allah si për ullët, nuk pëndohet, shkon u dhe të qijet me katit, a i shejtani përgjithat ka po vezvese, veç përgjithat. Nën ti jetë duke ju përgjith fatkeqësisht vezveseve të shejtanit. Kjo është padyshim shumë e keqe dhe shumë e dëmshme. Prandaj na ka mësuar pejgamberi son si duhet mos i. Vallahi të ndërmëzër. Kjo është edhe me argumente, edhe dëshmore praktik. Ai i cili i ndjek udhëzimet e pejgamberit, me lenin Allahut asnjë vezvese e shejtanit dëm nuk i bën. Si bën dëm? Shejtani vezvese bën sa që punë ka, ama dëm s'bën. Dëm s'bën. Prandaj na a mundem me nal shejtanin me vezvese? S'mundem. Për shkak se Allah ka këtë mundësi. Po çka mund të bëu? Mund të ndal ndikimin e tij. Ç'ka më rëndsi? Ndikim s'ka. Ti vazhdo udhën tonë. Përkundazi, ka mundësi që besimtari vezvesin me e shëndru në sebeb me i fuqizu hala ma shumë raport me Allah xhallahu ala. Domthon me bu të kundërt në asaj që shejtani don. Ai do me të lut namaz, ti është namazin. Ai do me të lut nga përmendja Allah, ti është përmendja. Ai do me të lut nga Allahu, ti lidhesh me Allah xhallahu ala. Kjo është kundër efekt pozitiv ndaj vezveseve të shejtanit. Andaj besimtarët nga njëre mund më shqetësu nga këto vezvese, për shkak se janë shumë perfide, edhe janë shumë të pesta, i ndyta shumë, nga se ai që është i ligë e i ndyt, për ti nuk vjen e mira, për ti pasërtia s'vjen, për ti veç ligësia dhe ndyta vjen. Andaj nga njëre ka njerëz në kohën e Zot, thot, po vinë vezvese për Zotin, për pejgamberin, tani për me dyshu, a je musliman, a se musliman, qysh musliman me mënu kështu, e kjo është
nga vezvesë e shejtanit. Çu do të më reagu? Këtu e ka përmend hadithin e Ebu Hurajrës radhiyallahu ta'ala në cili thotë se Ebu Hurajra thotë, kanë ardhur njerëz e ka thonë, ja Rasulullah, o i dërguari i Allahut, inna najidu fi anfusina shay'an ma nuhibbu an natakallama bihi. O i dërguari i Allahut, na po ndim veten tonë, po na vjen ka njëherë diçka që kur shumë pasë me fol. Kur s'ka pasë me galluçë po vjen. Vezvese. Po mbile ma e bëna kabull me hesht se i dunjon me të hapat. Me unë dikush, këtë dunjon me të hapat, që kalëzoj që, sën e kalëzoj Allah, sën e flasë, që është e keqe. Në besimtar i vjen, ama sën e flatë. Të ma gjithë dunjon me madhon, nuk muna me përmanë që po mjena. E atëre ka thonë pejgamberësëm, e më këtë o gjithë të muhu. A vërtet po i vinë që shtot vezvese? A po i vinë që dine? Ka thonë po e rëslo. Ka thonë pejgamberësëm, dhalike sarihul iman. Kjo është shaj se besimin e keni të pastër. Kjo është shaj se besimin e keni të pastër. Të nërëzër që kjo përgjigje e pejgamberësëm vlenë ma shumë se dunjon me të falë. A dinë sot s'liron kjo? A dinë sot qetëson kjo? A dinë sot ngrit? A dinë sot bën më një mirë kjo? Pse? E para të nërëzër është se besimtarët më të mirë, më të devotshëm, besimtarët me besim më të pastër kanë qenë sahabët e pejgamberit alayhis salam. A ka më besimtar më të mirë se sahabët? Jo, s'ka. Ata e kanë shoqëruar pejgamberin, e kanë dëgjuar pejgamberin alayhis salam, e kanë ndihmuar pejgamberin, ata e kanë kuptuar fjalën më së miri. Tani ne kanë përcjell neve. Ata kanë pas ditë për ditë pejgamberin sa para vetë, para syve një fal mastina. Andaj këta kanë gjithë sala. Që i bjen që tjerët mas tyne donë është normale, nëse këtyne i ka donë mendime tjera, që ka të mendime në dikuj tjetër? Kjo është e para. Dëmonë, askush nuk është i kursyri nga këtu. Marë me të bëhë vezvese për Allahun të barë këtala, për lej mësin dhe tala. Edhe i një keq. I një keq. Sa që, dhe më thonë, për nësë sa keq është një për tyne, sa që, dhe më thonë, ma letë, e ka me refuzu dunjon, që nuk ka letë me refuzu. Dunja, sa pare për dunjoja? Për shumë veç një qytet i madhë metropol në dunja, sa pare kështën? Ku metri 4 orë mund me konë me 100.000 euro atë jetër. Sa kështën me të ashit, për shumë New Yorkun, sa pare bën? Ska pare që në gjithë atë. Mos lasë për ketë, për shumë Shtetin e Bashkuar të Amerikës, sa pare bujnë atë. Ose Evropa, sa bën? Ose po shumë nuk gjithë me para, një pjesë e dunjas është atë. E me të afru dikur në në qëta bëtë allë, më Allah, s'po duha, më refuzu, problem është e dashën për njërë pasëria. E këta e kam pas më dashën me heshtë, se me pranu dunjan me u jeba, në shikaj sa keqë një jeba. Përndaj, vinë ato, gjithë kujti vinë ato, ndodhin këto. Besim të një jetë keqë. Cëla është zidhja? Kjo që ka thonë pejgamberi alayhis salam. Domthon, kur ka thonë pejgamberi sallam, kjo është shaj e besimit pastër. Për cilën pjesë ka folë? Për vezvesën a për keqardhjen? Për keqardhjen. Për keqardhjen. Domthon, sa ardh vinë vezvese tilla, e ti një është keq, edhe nuk dënë me pranu, edhe refuzan, as me ma bez dhe me bo, kjo është shaj se ki besim, se kush po të frenan nga mos rëfimi, kush po të pengon nga mos pranimi, kush besimin e Allah gjendore. A që s'ka besim i pranan, flet. Për shumë, a ke pa njerës, ka njerë flasin qështë, ma më s'fal me kështë, që po folë shtë. A i para se me folë, qka i ka parapri të folët, mendimi keq. E pse veç mu Allahu po më kështu? Apo? E pse mu Allahu? Kush e ka mësu kështu? Në xhami e ka mësu kështu? Ja, Allah zise ka. E ka mësu pejgamberi kështu? Ja, kush ka mësu kështu me folë? Shejtani. I ka artë të vesh, i ka përshë. Veç ti po hek. Veç ty Allah s'po përgjigjit. Ti po falesh, a pët ty Allah po të qënë smuj. S'po danë ty zotë. Shka në ngucë.
edhe ai nëse e pranon si peshku, kapët, apo, vjen të hoqë, dhe valla për hoqë, zdi, po falna, belhana, po mënuna, po bëdjava, qësh, Allah, s'po me të fillon punë, audhu billah. Po, që kjo është, sabët që ta s'ka dosh me e thonë kur së se thëmë, sa që ashtu, kjo vezvese, nuk del pigojës të më kur, andaj për diri sa është në zonën e betejes me shejtanin, nuk kalon ka goja, mirë je tjep. Diri sa luftan me këtë vezvese, zdo me pranu, të mirë se arën po funksionojnë, lufta po zhvillohet, apo, dhe ti je duke umbrojt, atëherë mirë je. Nuk bën me pranu, me thonë, a je hudhë, me thonë, e tash pëse merë kjo, mos jam një mene i keq, mos një mene, jo, me hudhë i blas, bëjme nuk shtët, se me kun i keq, nuk dhvin këtë mendima, se kështë ashtë, hajnë e s'hen, ku shka na jeve, që t'i ku mundet me mune i sanë, parën për shamë të ndërëzër, një njëri që Allah në mëhanë, zbeson Zotin të barë këtare, edhe hisë për të me hullë keq për Allahun të barë këtale. Fatë këtë cishë, në gjojnë fjallë, shpesh për një, si flasin keq për Allahun, flasin keq për pejgamberin e samë. Me shku shëjtani me bo vezvese për Allahun ati jepë, për shambull. A është interesant? S'ka që i bën vezvese. Sa i ka këtë punë të kryme. Apo, a i të kryme ka këtë punë. A i s'ka dobi. S'kryme punë. Apo, në shka këse s'ka efekt, e ka kryta efektin. Apo. Mirë, po ku ka efekt? Ta i se pranën, që ta mund me bu për vetë, a ti rezistan, as mirësh me atë punë. Dhe me thonë, keqardhja është ilaç i parë. Dere sa je në fazën e keqardhjes edhe të refuzimit, mirë i ki punë, ti e besimtar. E dyta, keqardhja nuk kupton refuzimin. Refuzimin nuk kupton një lloj beteje. Dere sa je në betejë, dere sa je duke refuzu, ti je në shpërblim tek Allahu Azza wa Jall. Apo, ti je në shpërblim. Prandaj, shikoj që e këthen feja, dhe më thonë, qasjen nga ajo që e dënë shejtani në ato që e urren shejtani. Cëla është qasja e shejtanit? Me dëshpru nga Allah Azza wa Jall. Edhe me bo që mundët mos më u shpërbli për Allah të varë këtë. A që të dënë? Ti mu lodhë e mos më pagu optë. E qëka bën ti? Që i vinë këto vezvese? Thot, elhamdulillah që Allah po mëron. Kam iman, këto si përmënej kërme. Edhe ignoran. Smirë me to që ignorimi, refuzimi, apo beteja, a është gjihad, a është luft, po me shejtanin. E ai që i bën gjihad, a ka se vap? Ka se vap? Andaj tjetur vetësojnë, thuj, sa i refuzej këtë, nësa kom keqardhje, muve që Allah më pagun. Si te këthesh në se vap? Si te përjetën se shpëllim, i shejtani. Se e din që tash i duku pasuru, a i zdo të mu pasuru. Prandaj keqardhja, refuzimi dhe e treta me e përjetu si betej për hatër të Zotit të bare këtëra që Allah të pagunar. Prandaj refuzohet. Bjen me njerë, të nëtonë me anë një dhe tjetër, ta një opet që është një bujna. E përës njeri e këthen në vetë vetë e merë seriozisht, atër e problem. Dhe më thonë, këto të nërëzër vezvese, dohet me të jetu si vezvese. Se mendime tua. Nuk i mendime tua. Ti për shamu kur thush, unë s'jam që është të Allah, për. Dunjon me për një zbona kështu. A ki gjuna për këtë punë? Pse të ka mendimi keq? Jo, s'ki gjuna. Ti ki gjuna nëse menon që ashtu ta man tani. Nëse flet që tu e ki gjuna. A ma refuzon, s'ki gjuna. Dhe sa s'ka gjuna, s'ka rëzik. Kur fillon me bu rëzik? Kur fillon me eran gjuna. Këta rëzikom. Dhe sa si e gjuna, si e rëzikom. Të nëse një të shku rrugës, edhe e shenë një njëri ka i bërtet babës vetë, Allah në rujtë. Nëse ka baba plak, të i bërtit, të e nënqmu, apo. Të penin, të i peshe që api bëna e tjepë. A ki gjuna? Pse penin? Jo s'ki gjuna. Ama nëse thush, mirë pja me t'i pa plaku, që ta shqe bu pa shpes pas. Ama ti shkon udhës tone, e njën t'i bërtit pa pas vetë, thush, Allah, që s'ka, s'ka keq, një është keq, apo? Ti s'ki gjuna, për kundër ki se vap, që po një është keq, që dikush pozitë keq me bëne vetë, që është të dhe shetani. Ajte të me ta gjujt një kurth, një vezvese,
Ti nëse thush, Allah në rujt, çka s'po fol ka shejtani, apo? A ti se pranon e refuzon, për hatër Zotit Gjellewala, ki sevap tek Allah Gjellewala, nuk ki gjuna për këtë çështje. Andaj, refuzohet tash me këto forma, me keqardhje, me injorim, mirë me ta, me refuzim, me qasje të shpërblimit se Allah më pagun, sa të mësulman shejtani mu, atëre, kjo është aja që ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, se kjo dëshmi se imani është funksional, se imani është domthonë i pastër, se nëse njolloset, dobësohet rezistenca, dobësohet refuzimi. Se është i njolloset, i dopt, i lodh, nëse është imani i qartë, i fortë, atëre, padyshim që refuzohet tendenca e shejtanit. Dhe gjëra të ndërmjetëzor nga ato që ndihmojnë në largimin e vezveseve, është edhe njëri me punu me të kundërtën e vezvesës, me të kundërtën. Shejtani vjen thot, për shembull, se ke la dorën, atje është po pik ujë, para mëna. Ose se ke la dorën. Po më rekom la, vazhdo tjetër, e kundërta. Nëse thush, apo hajtë një herë, nëse i përgjigjesh, ka më shumë vezvesën thot. Nuk është zgjidhje, domethënë që ma mirë ti e ku vezvesën. Jo si e këtë kështu, tani veç shtohet. Mos i përgjigj. Se ti përgjigj po pik Allah, se kom la dorën para që pe pik. Andaj sikurse i ka thonë një për dietarëve, e kanë pyet ka një njeri, po hudhët në bazan, në pus përpara. Këtë po himena, mu la. Edhe kur po del po ka shiba u la. Çaj u këtë njeri? Kanë këse ka bosh mu la. Njërë normal, njërë donë që nuk me menje së mirë, e ka bërë që i namazin, se ka bërë që e si kuptan, e qysh njëri hudhët, krejtë në bonar hudhët, në pusë ose në bazen laot, me hinë mrena dhe del, e thani ka shqipet nështë ta diku si ka prej kuja, është e mundës me kjo? Sa, kjo e vezvesat, a ne të po mëra, jetu falë namaz, edhe deri në moment e ke ditë që reqati tretë, që ke ditë, për një herë, po më do këtë një më dytin, një si në dytin, në tretin një, në qëto që ke ditë, para se marrë vezvesja në qëta je, në qëto rri, më si në rrë hesapet, po atë se ki në i bindje, që i një me ke mundë më habit, se mundë më habit, atërë po, e përmesën nga bimin, mi po në esens, ndërton bindje, ma ndërton dyshim, apër, e se dyshim është i dopt, nuk ba me ndërton dyshim, na ndërton bindje, jo dyshim. Andaj, mos ju përgjigj, nëse ju përgjigjesh e fuqizon, nëse si përgjigjesh e dobëson. Sa let, alhamdulillah. Përmendja Allahu xhallahu ala, namazi, mos ju përgjigj, është zgjidhja. Ndjekja e rrugës së Muhamedit alayhi salatu wasalam. Dhe gjithë të ndërvozër nga zgjidhjet që i ka përmend dietarët, pse do të flasim edhe për temë, nga se ka disa ditë tjera që i ka për Buhariu këtu, janë më rëndësishme i detajzu. Por kjo është një qasje pak më e përgjithshme edhe me lidhje me hadithin, domthonë që ka me këtë punë është se njeriu me punu me të kundërt e para dhe e dyta me bën një ibadet sa arti bën një vezvese. Për shembull të ndërrozë. Nëse vjen shëtani bën vezvese për diçka të caktuar, çdo koftë. Para blesi fal dy recate. Nuk ulesh të thush në qënërë, subhanallah. Thush Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ju ke përgjigj me të kundërtën. A i ka dash me ta, angazhu mendjen tone, mos e përmend Allah xhallahu ala. Me të mërzit, ti me të kundërtën i përgjigjesh apo? Ik. Normal sa ai ka ardh, për shkak si hajni, ka ardh me vjedh e rrezikohet jeta. Ai ik Allah. Normal. Andaj nëse has në depërtim, ecë. Nëse has në dy fish rezistencë, normal që i ka. Andaj dy fish rezistencë është, as nuk i përgjigjemi vezvesës, po plus saj, si pasoj e vezvesës, i përgjigjemi me shtim të nështrimit edhe adhurimin dhe Allah të mënduar. Me linë Allah xhallahu ala shkon duke qetësuar. Prandaj, aja që e kërkuar të përmbyllet e ndërmjetësisht është që me kuptu se mendimet e tilla të këqija janë prej shejtanit. Do të më një keq, larga asaj se pranoj këtë, me refuzu, me injoru, dhe mos me leju më u pjesë e mendimit, qysh merë, që kanë leje, vjene ja, mos merë me ta.
Injorimi dhe me ju përgjigj dy fish. Një fish duke mos shku ka vezvesja, edhe dyta duke ashtu adhurimin si kundër përgjigje, domthonë në vezvese. Për shembull të ndodhet në përditshme. Një shtet, nëse rrezikohet për një shteti, a e shton armatimin apo sllavin ushtria? A i rrezikuar është. Ditë për ditë mund me i armiku me asumush vendin. Vendet normale, çfarë bojnë në këtë rast? Armatosën. Shikoj për shkak në përbot, çdo vend që punit i rrezikuar, pa shton buxhetin për ushtria. Po armatosën më shumë. Çfarë thotë atë? E një rrezikun që po shtuan vezvese apo çfarë më bëu? Do të më investu në armatosje. Normal. Arma jon, çka është kundër tina? Besimin Allah xhallahu, dia, ulme nguçja ka thënë Allah, ka thënë pejgamberi. Dhikri, namazi, sadakaja, gjitha këto, bindja në Allah te barekutaala, bindja me ashtu, janë, domethënë reagimet më të fuqishme dhe më stabile dhe më të çuditshme në raport me vezvesën e shejtanit. Këtu janë disa udhëzime të këtë çështje, pse në këtë kapitull Buhariu rahimullah ka përmend edhe disa hadithe edhe probleme tjera që kanë me besimin konkretisht, edhe atë do të inshallah mësojmë se çish më reagu edhe çish mos sill edhe në raport me këtë armik që Allahu na ka sprovuar me të, po nëse i bindemi Allahut dhe pejgamberit alayhi salatu wasallam, me lenin Allah xhallahu ala kelam ya dal, madje edhe kjo betejë që më na bën mungrit tek Allahu xhallahu xhelalu edhe më shumë, për shkak se një armik që Allahu xhallahu ala ka shpallë të tillë e kena luftu për hatër të Zotit, me mbrojt vetveten tonë edhe me kënaqë Zotin tonë, e kush ja bën kështu padyshim se ngritet e tek Allahu xhallahu është i shpërblyer. Allahu na ruaj prej sherrit të shejtanit, edhe prej sherrit të argatëve të shejtanit, çai ka argat vet që edhe dukën do s'dukën, po qysh do kofshin e kush do kofshin, Allahu na mjafton kundër tyre nga se Allah është mbi gjithë, edhe i gjithfuqishëm, e ai që kapet për litarin e Allahut nuk ka kush e dëmton. As nuk ka kush i bën keq, nga se është kap për ato që është i gjithfuqishme. E Allah na mëson që jemi të kapur për Allahun xhallahu ala dhe të lidhur me besim me Zotin xhallahu xhelalu. Allahu i shpëlbej për mendjen, Allahu sevap u aboft sabrën edhe dëgjimin e u takoshim të mirë inshallah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam tasliman katira.